duhet lejuar që të ketë efekte vota, të ketë efekte politike. Nuk mund të ndalet efekti votës me artifice. Është vërtet që opozita ka një mundësi që ta bllokojë vendin me presidentin kësaj radhe. Vitin e kaluar e pati mundësinë ta bllokojë vendin me çështjen e kryetarit të kuvendit. Por nuk e shoh të arsyeshme që të përdoret çdo mundësi që ty ta jep kushtetuta, të përdoret jo për të çuar përpara një kritera, një parametër, në diçka pozitive për vendin, ose për të çuar përpara një kandidat fundi fundit. Se këto mundësi kushtetuta e jep opozitës, që ajo të ketë mundësi të çojë përpara diçka pozitive për vendin. Nuk është synimi bllokimi. Ne s'kemi pas propozime, kjo është e çuditshme këtu, që s'kemi pas asnjë propozim nga opozita. As, për shembull, vitin na kërkoi, dëgjoj, ne duam këtë paketë ligjesh që ta çoni ju përpara në këmbim të zhbllokimit. As të na kërkoi që shikoj, ne kemi këtë kandidat që duam ta çojmë përpara. Ne nuk kemi ende një kandidat, ne i tërhoqëm kandidatët e vetëvendosjes dhe thamë, sillni 3 kandidat nga opozita, vendosni ju cilët janë ata. Nuk duam të imponojmë. Edhe kjo është parë si një arrogancë pushteti që ju i ndroni kandidatët si topa bilardo, je tha dikush, pra deri dje kishim 2, sot ajto vë 2 të tjerë, edhe vetëm që të mos ka doja fati, nëse keni dhe ju ndonjë emër, hajde bëjmë 64.